është majtë një takim i nivelit nalt ku është arrit një marrëveshje dhe në fund ka qenë në njohja reciproke. Në mandatin e Joe Bidenit, prapë është dërgu një letër. Dhe jëmë përmen disa pika dhe njëra për pikave ka qenë njohja reciproke në mes Serbisë dhe Kosovës. Në mandatin e zotit Joe Biden? Joe Biden. Në mandatin e zotit Biden ishte heq? Jo, Biden e ka që një letër, edhe ka mbështet marrëveshjen e Trumpit me marrëveshjen e Washingtonit. E ka mbështet, edhe në fund ka qenë synimi është Serbia dhe Kosova të kenë njohje reciproke. Në kohën e presidentës zonjës Osmani kjo pikës shek. Edhe kush, a ke dëgju ndonjëherë që përmendë dikon? A e ka heq zonja Osmani apo e ka heq Joe Biden? Tash, unë mendoj që ka heq zonja Osmani. Zonja Osmani? Zonja Osmani ka heq. Po si është e mundur? Po është e mundur se kjo duhet ta mirëmbaj politikën e jashtme. Kjo duhet ta mirëmbaj, që ato që ai ta ka pranu, ti duhesh me mirëmbajt. Okej. Kjo është me kushtetut që zotin Kadri e kemi këtu, me kushtetut është institucioni që e mirëmban edhe politikën e jashtme të Republikës Kosovës. Është pjesë e ekzekutivit edhe presidenta. Në qofse ka diçka këtu që nuk qëndron, ju sfidoj thuani. Po a diçka nuk qëndron këtu, zoti Kajtazi, nëse guxojt përfshihen në debat, se besoj edhe zoti Kryeziu si një jurist i rregjur edhe një komentator i shpesht i studiove televizive thotë e ke të drejtën për ta bërë një gjë të tillë. Unë ju sfidoj juve dhe para fakteve thonë grekët e vjetër thotë heshtin edhe zotrat. Zonja Osmani nuk e ka, as zonja Osmani as kush do të jetë në krye të presidencës kosovare, nuk e ka fuqinë të heqë ndonjë parametër në politikën e jashtme amerikane. Ka nevojë me heq. Sidomos për çështjen e një krijese, zoti Kajtazi, sidomos për çështjen e një krijese që është amerikane, Kosova është krijesë amerikane. Është krijesë amerikane, mirë, po për 5 vite ka qenë izoluar. Për 5 vite ka qenë izoluar. Do thotë kulmi i politikës Kosovës ka qenë takimi i politikës Kosovës në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas pavarësisë Kosovës ka qenë takimi hoti Trump. Ka qenë një takim që është bën një marrëveshje e cila i kishte dhënë fund problemeve me Serbian. Edhe nëse nuk i kishte dhënë fund, fajtori do të kishte qenë Serbia, jo Kosova. Ne kem që zonja Osmani e ka kontestu marrëveshjen e Washingtonit, ka thonë se shkelet kushtetuta, që se kujtohet. E ka kontestuar pikën